Gjesti ndodhet në oborin e shtëpisë së Big Brother, i rrethuar nga disa prej banorëve të tjerë që e dëgjojnë me vëmendje. Me një buzëqeshje të lehtë ironike në fytyrë, ai mbështetet pas karriges dhe i drejtohet grupit me një ton të qetë, por sfidues. Dëgjoni, njerëz. Unë e di shumë mirë çfarë bëj këtu brenda. Asgjë nga ato që bëj nuk është rastësore. Nuk ka as ndjenja, as emocione të vërteta. Gjithçka është për show, për vëmendje. Unë e di si funksionon kjo lojë dhe unë po e luaj më mirë se të gjithë ju. Banorët shkëmbejnë shikime mes tyre, disa të habitur, disa të irrituar nga sinqeriteti i papritur i Gjestit. Amber, e cila ka qenë skeptike ndaj tij prej kohësh, ndërhyn duke tundur kokën. Pra, po pranon që gjithçka që ke bërë deri tani ka qenë vetëm lojë? Po Egli. Po gjithë ato skena. Ajo u largua e sëmur dhe ti po thua që gjithçka ishte vetëm për show. Gjesti qesh me përbuzje dhe përhap duart si për të treguar se nuk i intereson. Po, Amber. Pse çfarë mendove ti? Se do të dashurohesha vërtet? Më fal që po ta prish ëndrrën, por unë kam ardhur këtu për të bërë lojë dhe për të fituar. Dhe për ta bërë këtë, duhet të dish të tërheqësh vëmendjen, të krijosh situata, të mbash njerëzit të lidhur pas teje. Po të rria si disa prej jush që rrinë gjithë ditën në divan dhe ankohen, as që do më vinin re. Unë nuk jam budalla. Rozana, e cila po e dëgjonte me krahët kryqëzuar, buzëqesh me përçmim dhe ndërhyn me një ton të ftohtë, do me thënë, ti e pranon që ke manipuluar njerëzit? Ke përdorur njerëzit vetëm për të fituar lojën? Bravo, Gjesti, të paktën tani e the hapur. Gjesti tund kokën dhe mbështetet në karrige me një shprehje të qetë në fytyrë. Po, Rozana, e pranoj. Dhe çfarë pastaj? Nuk është ky qëllimi i lojës? Të bësh gjithçka që duhet për të qëndruar dhe për të fituar? Nëse ju të tjerët nuk e kuptoni këtë dhe vazhdoni të jetoni me iluzione, nuk është problemi im. Unë e di shumë mirë se çfarë po bëj dhe do të vazhdoj ta bëj deri në fund. Tensioni në grup rritet, disa banorë duken të indinjuar, ndërsa të tjerë duken sikur po analizojnë fjalët e tij. Gjesti, i vetëkënaqur nga reagimi që ka provokuar, çon duart pas kokës dhe shton me një ton të sigurt. Në fund të fundit, publiku është ai që vendos dhe unë e di mirë si ta mbaj publikun të interesuar. Loja vazhdon, miqtë e mi.